Alkeda, të përshëndet si fillim si u mor vendimi nga gjykata e apelit të jurisdiksionit të përgjithshëm që uli dënimin me burg të përjetshëm për Razgan Mërnicën. Ju përshëndes, autori i vrasjes së efektivit të shqiponjave Razgan Mërnica ankimoi vendimin e gjykatës së Fierit në apelin jurisdiksion të përgjithshëm, ndërkohë që vetëm ditën e djeshme një treshë gjykuese ka vendosur të ulë dënimin e dhënë më herët nga shkalla e parë e gjyqësorit, e cila kishte vendosur burgim të përjetshëm për autorin e dyshuar, duke ulur atë në 35 vite burg. Ky vendim u dha nga treshja e gjyqtarëve nga Albert Muça, Ardit Mustafaj, si edhe nga gjyqtare Miranda Andoni, që njëkohësisht ka qenë dhe kryesuese e kësaj seance, duke mos marrë parasysh në këtë mënyrë as kërkesën e u bërë nga prokuroria për të lënë në fuqi vendimin me burg të përjetshëm. Prokurori i çështjes do të ushtrojë ankim tashmë dhe rekurs në gjykatën e lartë pasi kundërshton uljen e dënimit në 35 vite burg. Ai ka qenë dakord dhe ka kërkuar që të lihet në fuqi vendimi i gjykatës së Fierit, megjithatë këtë treshë gjyqtarëve nuk ka pranuar argumentet e paraqituara nga organi i akuzës, duke ulur dënimin me 35 vite burg. Sa i përket akuzës së vrasjes së punonjësve të policisë së shtetit, një vepër penale kjo që sipas kodit penal pra parashikon një dënim minimal 30 vite burg dhe një dënim maksimal deri në burgim të përjetshëm. Siç thash, vendimi u ankimua pikërisht nga vetë avokati i mbrojtës i Razgan Mërnicës, ndërkohë që bëhet fjalë për një ngjarje e cila është shënuar 2 vite më parë në fshatin Baltës të Fierit, ku ka qenë Razgan Mërnica i shoqëruar nga një person tjetër duke me një automjet, dhe në momentin që është bërë shenjë dhe është kërkuar nga ana e efektive të shqiponjave në Vrusën Alier që të ndalonte automjetin për shkak të shpejtësisë me të cilën ai po qarkullonte në fshatin Baltës, ka qenë pikërisht autori i dyshuar, ai i cili ka zbritur, ka nxjerrë armën e zjarrit dhe ka qelluar ndaj efektivit, duke lënë të fundit të vdekur në vend. Në fakt ka qenë një çështje e cila prej 2 vitesh në fakt është gjykuar fillimisht në gjykatën e Fierit dhe më pas shkoi në apelin jurisdiksion të përgjithshëm, ndërkohë që do të jetë gjykata e lartë tashmë më njëherë pasi prokurori i çështjes të ushtroi rekurs, do të jetë gjykata e lartë e cila do të shqyrtojë këtë vendim të dhënë ditën e djeshme nga treshja e gjyqtarëve. Për të parë në rast do të lihet në fuqi vendimi me 35 vite burg për Razgan Mërnicën, apo në rast se do të ketë një prishje të këtij vendimi dhe një rikthim të çështjes edhe një herë në shkallën e dytë të gjyqësorit. Sa i përket këtij vendimi, në fakt ka patur një reagim i cili është bërë më herët nga ministri i Brendshëm Besfort Lamallari, i cili ka reaguar ashpër ndaj uljes së këtij dënimi nga apeli i jurisdiksion të përgjithshëm. Ai më konkretisht në rrjetin social Facebook ka përcjell këtë status duke thënë që vendimi për zbutjen e dënimit ndaj autorit të vrasjes së një punonjësi të policisë së shtetit është thellësisht shqetësues, edhe pse nuk kemi njohur, thot zoti Lamallari, me arsyetimin e plot vrasja efektive të shqiponjave në Vrusën Alia ishte një sulm i hapur ndaj vetë shtetit dhe rendit ligjor. Një akt i tillë nuk lëndon vetëm familjen e të ndjerit dhe dekurajon kolegët në uniformë, por gjithashtu rrezikon të jap një mesazh të gabuar për çdo që guxon të kundërvihet ligjit dhe shtetit të së drejtës. Respektojmë pavarësinë e gjyqësorit, por presim që drejtësia të jetë e fortë në lartësinë e përgjegjësisë që ka ndaj qytetarëve dhe ndaj atyre që mbrojnë rendin çdo ditë. Ky reagimi Besfort Lamallarit, ndërkohë që ne kemi mundur të disponojmë vetëm dispozitivin e vendimit të dhënë nga apeli ditën e djeshme, ndërkohë që duhet të presim një afat të paktën 30 ditor për të patur një zbardhje të vendimit të plotë dhe argumentat që do të paraqiten nga ana e tre gjyqtarëve përpara në rast se ka qenë një vendim 3-0 apo në rast se ndonjëri prej tyre ka qenë po themi kundër dënimit me 35 vite burg. Theksoj edhe një herë, është një ngjarje që shënuar 2 vite më parë, ku mbeti i vrarë pikërisht efektivi i shqiponjave në Vruzë Cenalia. Faleminderit Alkeda Shaba për raportimin.